Byrek nga duart e mamit, byrek me lakra edhe me djathë edhe ç'të hani o njerëz del fantastik. Kuptohet kur është nga duart e mamit çdo gjë del fantastike. Tani lakra hodhi brenda presh, spinaq, të gjitha këto lakra të cilat unë nuk di dhe emra tani me radhë, po nejse. Çfarë lakra të kini, edhe sidomos po t'i kini bie o nga kopshi, janë akoma më të mira. Hidhini brenda te byreku, dalin fantastike. Mami I skuqin çik lakrat, edhe pastaj I hodhi djathin brenda. E hapi kështu siç shikoni, bëri petët edhe me petë të bëra nga duart e saj, mos e pyesni. Fantastike. Një nga vajzat e saj s'di të bëj petën, sa gjuna e shkreta, nuk ja themi emrin jo. Edhe tani shikoni byreku doli fantastik. Në fund para se ta vendosi në furrë do ta presi me thik, siç mund të shikoni. Nga lart I hodhi vaj, I hodhi edhe brenda vaj. Disa I hedhin gjalpë, neve kuptohet që duam më të lehtë, ndaj I hodhi vaj ulliri. E hapi mire, e vendosi në furrën në 180 gradë, po tani varet nga furra juaj, nga korrenti, se në Shqipëri e dini sa I fortë është korrenti, mos e pyesni. Edhe do ta shikoni kur të piqet, që të bëhet kështu I kuqërem nga lart edhe nga poshtë. Një herë ha syri thon, pastaj goja. Shikoni tani këtë byrek që hajde me sy, jo vetëm me gojë. Doli fantastik, shikoni se sa I mirë që doli, o zot, o zot. Kishte një shije perfekte. Nga duart e mamit gjithmonë shije perfekte kanë gatime. Ciao!